Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 23 vjeçe dhe të jem e sinqert, kur nuk e kisha imagjinuar veten në këtë lloj situate. Jo sepse jam më e mira në maksimum, por sepse gjithmonë mendoja që gjërat e vështira ndodhin diku tjetër dhe jo në jetën time. Kur u shpërngula në qytet për të studiuar, ndihesha shumë e lirë, pa komplekse, e pavarur, më dukej sikur po ndërtoja diçka të timen. Por liria sigurisht ka kosto. Qeraja, faturat, ushqimi, transporti. Fillimisht punoja part-time, por orët u shkurtuan. Pastaj e humba punën. Papritur numrat në llogari u bën më real se krenaria ime. Nuk ishte një vendim impulsiv. Ishte i mirëmenduar, i rrotulluar në mendje për javë të tëra. Isha e friksuar, por edhe e bindur që është thjesht një herë. Thjesht një transakcion. Diçka pa ndjenja, marrëdhënie që nuk ka lidhje romantike, diçka që do më zgjidhte hallet e mia konkrete. Ai më kontaktoi përmes një aplikacioni. Ishte rreth të 40-tave. I qetë në mesazhe, korrekt, i drejt për drejt, asnjë fjalë të pist, asnjë kërkesë të çuditshme, thjesht kohë dhe para. Kjo e bëri më të lehtë në mendjen time. Kur u takuam në hotel, zemra më rihte fort. Por përpiqesha të dukesha e qetë. Ai ishte i veshur mirë me parfum të shtrenjtë. Fliste me një ton të sigurt si dikush që e ka bërë këtë më parë. Unë buzëqesha mekanikisht dhe e dija rolin tim. Por kur erdhi momenti, diçka ndryshoi. Ai u tensionua. E pash menjëherë në fytyrën e tij. Filloi të fliste më shumë se zakonisht, të qeshte pa arsye, të lëvizte sikur po kërkonte një justifikim. Trupi i tij nuk reagonte. Sa më shumë përpiqej, aq më shumë bllokohej. Në fillim mendova, jam unë problemi. Është e çuditshme se sa shpejt e fajson veten një vajzë, edhe në një situatë që është qartazi biznes. Prap mendja shkon te vetvlerësimi. Ai nisi të justifikohej, jam pak i lodhur, më ndodh ndonjëherë, nuk ka lidhje me ty. Zëri i tij u bë shumë i ulët. Syt më shmangën. Siguria që kishte në fillim u zhduk. Dhe aty ndodhi diçka që nuk e prisja. Ndjeva keqardhje për të. Jo sepse më duhej, jo sepse ishte i dobët, por sepse kuptova që ai nuk ishte paguar vetëm për trupin tim. Kishte paguar për një ndjenjë kontrolli, për një iluzion sigurie, dhe në momentin që trupi e tradhtoi, gjithçka u shëmb. Dhoma u bë e heshtur, ajri i rënd. Unë rria ulur në buzë të krevatit dhe shikoja ndërsa i përpiqej të ruante dinjitetin. Në atë moment, nuk ishim më klient dhe vajzë me pagesë. Ishim dy njerëz të ekspozuar, secili me dobësinë e vet. Ai më dha paratë gjithsesi, i numëroi me duar që i dridheshin lehtë. Më fal, tham. Unë tunda kokën. Nuk dija çfarë të thoja. Nuk më kishte ndodhur ndonjëherë më parë kjo gjë. Kur dola nga hoteli, ajri i natës më goditi në fytyrë. Unë ndjeva e lehtësuar dhe njëkohësisht në stres. Parat ishin në çantë, problemi që ras u zgjidh, por diçka tjetër po më stresonte. Në shtëpi, ula në dysheme dhe i hodha parat mbi tavolinë. I numërova, pastaj u pash në pasqyrë. Nuk pash turp, nuk pash triumf. Pash një vajzë që po përpiqet të mbijetojë në një botë që nuk është gjithmonë e butë. Ajo natë më mësoi më shumë se sa unë prisja. Më mësoi që burrat nuk janë aq të pathyeshëm sa duken. Egoja është e brisht. Marrëdhënia kur zhvishet nga ndjenja bëhet një akt mekanik që shpesh dështon në peshën e presionit. Por më mësoi dhe diçka për veten time. Unë mund ta përballoj situatën pa u shkatruar. Unë nuk jam viktim. Dhe as e pandjeshme. Çdo zgjedhje ka një kosto të brendshme, jo vetëm financiare. Nuk e di nëse do vazhdoj ta bëj këtë lloj pune, ndoshta në momente dëshpërimi do ta bëj, ndoshta do gjej një zgjidhje tjetër,
por tani e di që kjo botë nuk është bardhëzi. Është gri, plot njerëz që paguajnë për iluzione dhe të tjerë që shesin kohën për mbijetesë. Jam 23 vjeçe, nuk jam perfekte, po mësoj nga zgjedhjet e mia dhe mbi të gjitha po përpiqem të mos u mbas veten mes tyre.